Praktikisht është në shkruese e kontratës koncesionare drejt për drejt me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Po. Është një kontratë e cila në nenin 7.2 gërma B të saj lejon hyrjen dhe aksesin e lirë të palëve pjesëmarrëse në kontratë. Pra, kontrata koncesionare është kontrata bazë të cilën MAPCO e njeh, e respekton edhe është kontrata e vetme e cila rregullon marrëdhëniet mes palëve. Dhe këto të drejta vijojnë i jepen dhe ky pretendim nga ana e dyja grup se ka ndërprerë në mënyrë të njëanshme një kontratë, edhe këtë e ka bërë mes procedurave që duke i trajtuar si sjellje të zakonshme administrimi i përditshëm, pretendon që kjo duhet të sillte dhe ndërprerjen e punimeve. Dhe ka bllokuar në mënyrë të njëanshme kalimin e punonjësve dhe rënkontraktorëve të MAPCO, pa një vendim gjykate, pa një vendim nga një organ ligjzbatues, dhe duke pretenduar që është zot i kantierit në sensin që mund të ndaloj dhe pengoj këtë doj. MAPCO nuk është kontraktor, është vetë kontrata koncesionare që ndalon konsiderimin e MAPCO si kontraktor, pasi gjithë investitorët pjesëmarrës në kontratën koncesionare nuk mund ta kenë këtë titull dhe ata janë investitorë në të gjitha rastet. Dhe investitorët janë gjithashtu në shkrues të kontratës koncesionare dhe nuk mund të pengohen në hyrjen e tyre në kantier. Dhe thënë kjo avokat, mund të themi që ishte një situatë paralajmëruar, nisur nga gjithë këto problemet të cilat nuk kanë ndodhur këto 2 ditë?